Kush me neve për jashtë rendi policor, si po vinë ka i herë po në vizitojnë se i shtetit pak e hiç. Sa jeni tu dëmtu jo, edhe prej deponisë, jo tash është vdek, po vazhdimisht gjatë verës keni probleme. Po kemë probleme gjithmonë me aj ndodhë të rjenë. Bënë llogaritet e dritarët mi hapë, nuk mundesh më najtë as mrena se leja është se s'mundesh. Se si tule temperaturat ashti, da bjen poshtë ajri dhe e merë krejt. Për shkak të ajrit mbron keni kërku ndihmë mjekësore apo? Çish ka ndodha, mund t'na tregu? Po erdhe ndihma e shpejt që to, mi kontrolu krejt. Hajde kontrolohun, se desh ta më kontrolu. Po kur më thimë mrena të më qërën, jo tha du të marrë t'jen pej. Edhe në qunë pej atje, në dhanë infozionit disa ndihma aty edhe mas një 2 ore ka përcej ajo. A keni bu ankesa te komuna e Pejës edhe tek ministria për këtë gjendje që është? Kam pa di kundër higjienës edhe kundër komunës. Po ajo pa di nuk ka hec, avokatis të dis. Nuk funksionan. Se të ujnat e zeza që sojtë po një shkojnë për mes një 30 hektar janë djevave. Ka ma shumë se 100 lopë si pinë qas ujnat zeza. Na as muj me dorëzu tomlin, as sen, vish me vjeta që të bojnë, edhe sa t'jën vjetat e vagjel dajnë as muhen. Pej barkot e pej. Minëzësi adindet të morin vetën, kem probleme me ta. Po ju shumë që edhe sot jeni në rrugë, deri kur keni me vazhdu protestën? Protestën besoj si qyshe kem obligim edhe qyshe kena kap, besoj si pa mor ta mosa radikale për këtë deponinas nuk muj mu të reksës. Po çdo zgjedhje jepen premtimet si kjo ka mu rehabilitu edhe kur gjonë. 16 vjet udhëheq që për shembull kryetari Pejës son gjendje një deponi me rregullu. Faleminderit shumë. Me mirë qafsh. Në rrëdhe dhe pamje, Val.